Doktore, kur fillon menopauza dhe cilat janë shenjat e para dalluese? Fillon kryesisht nga mosha 45-55, po kjo nuk do të thotë që tek disa gra mund të filloj dhe më herët. Dhe kush janë disa nga shenjat që ta kuptoj gruaja që është në perimenopauzë apo në premenopauzë. Ka një çrregullim të ciklit, i cili nuk i vjen më në mënyrë të përmuajshme siç i vinte, po do filloj të çrregullohet. Ka nxehtësi apo afshe. Fillon skuqja e fytyrës, e qafës, madje deri në pjesën e sipërme të kraharorit. Fillon një djers profuze, pra shumë djers në mënyrë të veçantë natën. Ka çrregullime të gjumit. Unë do t'ju këshilloja 2 suplemente, të cilat janë suplemente bimore, të prodhuara dhe certifikuara në Amerikë. Kemi aksonolin dhe kalcikerin. Aksonoli, përveç faktit që ka grupin e vitaminave B në vetveten e tij, ka dhe ashwagandën, që tashmë është provuar nga gjithë shkencëtarët, që është një bimë shumë e mirë, e cila ndihmon për të liruar stresin dhe anktin, duke ndikuar tek sistemi nervor apo tek nervat e personit. Kalcikeri do ta ndihmoj atë grua që është në perimenopauzë dhe pa arritur në menopauzë për kockat dhe për kyçet, sepse ka vitaminën D në përbërje, ka kalciumin, ka zingun, ka dhe magnezin.